Jemi sot tu në bashkinë Selenicë, në teritorin e vetë grumbullimit të mbetjeve të kësaj bashkie, cili është një vend grumbullimi cili nuk është i miratuar sipas përcaktimeve të Këshillit Bashkiak. Jam sot tu së bashku me kryetarin e degës së Partisë Demokratike Selenicë, zotin Leonard Rakipa, dhe nën kryetarin zotin Xhulio Mara, mbas një ankese të qytetarëve të kësaj zone, dhe pikërisht qytetarët cilët tu pak metra larg kësaj kanë ndërtuar parcelat e tyre dhe ku kanë ato pemtarinë e tyre për të mirat e tyre familjare, ndodhet edhe kjo situatë në cilën ju mund ta shikoni shumë thjesht nëpërmjet kamerës tuaj. Është një situatë katastrofike e cila shkakton një ndotje edhe për qytetarët e Selenicës. Bashkia Selenicës është inekzistente, jemi sot tu për të denoncuar dhe për të bërë thirrje organeve kompetente për të marrë masa të menjëhershme, për të bërë të mundur shmangjen e menjëhershme të kësaj situate e cila shkakton një ndotje për qytetarët dhe patjetër edhe për tokat të cilat janë toka buke dhe ku qytetarët e Selenicës kanë ato produktet e tyre për cilat kanë krijuar ekonominë familjare. Jemi sot tu dhe do të vazhdojmë të jemi gjatë gjithë kohës në territorin e Bashkisë Selenicës për të denoncuar çdo akt abuziv të pushtetit vendor, i cili për të thënë vërtetën është për të ardhur keq, ka një situatë kaq katastrofike me vend grumbullimit të mbetjeve. Siç thash, është një vend grumbullimi i cili nuk është i miratuar nëpërmjet një vendimi të Këshillit Bashkiak, dhe për shkak të këtij mos miratimi, kjo ka shkaktuar një ndotje e cila shkakton probleme edhe në ajrin dhe në ndotjen e ajrit për qytetarët e Selenicës.